Dy persona janë arrestuar në mëngjesin e kësaj të mërkure. Të njëjtit dyshohet se kanë kryer vepra penale të cilat ndërlidhen me terrorizëm. Të dy kishin shfrytzuar rrjetet sociale për shpërndarjen e propagandës dhe thirrjeve për nxitje të përçarjes e mosdurimit. Kallzo.com raportoi se njëri nga të arrestuarit ka dy vëllezër të vrarë në konfliktin në Siri. Prokuroria speciale në një përgjigje për televizionin tha se arrestimet janë raste të ndara të realizuara në fushë Kosovë e Malishev. Me urdhër të prokurorisë speciale, policia e Kosovës ka ndaluar dy persona në ndyshimin për kryerjen e veprës penale, nxitje e përçarjes dhe mosdurimit. Mund të konfirmojmë se rastet janë të ndara dhe se prokurori i çështjes, brenda afatit ligjor, do të paraqesë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën themelore në Prishtinë. Nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thonë që këto raste janë të izoluara dhe nuk përbëjnë rrezik të përgjithshëm, veçse nuk duhet të injorohen nga organet e rendit. Një individ po arrin me dome shumë të mëdha qoftë me mënyra të ndryshme të sulmeve terroriste, atëherë është me rëndësi që institucionet jenë të gatshme që të identifikojnë herët persona që kanë potenciale shprirje për me zhvillu ide të tilla dhe të mirën me ta, eventualisht nëse dikush ka kaluar në një fazë ku do të mirret edhe institucionet e rendit dhe ligjit, siç është ky rast. Vrajolli shton se Bashkia Islame në Kosovë është duke bërë një punë të mirë së bashku me institucionet e sigurisë, sa i përket parandalimit të shtrirjes së ideve radikale nga individ të caktuar. Ndërkaq, ish-nën koloneli i policisë së Kosovës, Refki Morina, thotë që puna e policisë nuk duhet të ndalet në këtë drejtim. Të njëjtit thotë që rrallë herë bindjet e tyre i krijojnë vetë dhe është rëndësishme të zbulohet ndikimi tek ta. Prokuroria përkatëse besoj se i mbajnë në kontroll dhe i përcjellin punën dhe veprimtarinë e tyre, dhe nëse ka argumente të mjaftueshme si të dyshuar, ata mund të arrestohen. Morina shton se ligjëratat sikurse në media, shkolla, por edhe institucione fetare duhet të jenë shumë të pranishme lidhur me këtë fenomen.